Antonio Babliku po afirmohet si një nga emrat e rinj më premtues të letërsisë shqiptare. I lindur në Korçë, ai e zbuloi pasionin për shkrimin që në moshën 12 vjeçare dhe sot numëron disa romane të botuara në gjuhën angleze në formatin e-book, ndërsa vazhdon të krijojë në poezi, prozë dhe përkthime letrare. Frymëzuar nga letërsia bashkëkohore për të rinjt, ai ka botuar në platforma ndërkombëtare si Amazon romane si Morning Moon dhe The Precious Curse, ndërsa në gjuhën shqipe ka sjell romanin Magjia Universale, Akujt, Agimi dhe në tetor do të botohet Mjegulla, vëllime të një triologjie fantastiko-shkencore. Përveç prozës, Antonio është aktiv dhe në krijimtarinë poetike. Prej 3 vitesh, ai merr pjesë në Festivalin Mbarkombëtar të Poezisë Netët Korçare të Poezisë, ku prezanton krijimet e tij, ndërsa është duke punuar për të botuar librin e tij të parë me poezi. Me thënë të drejtën, ula vërtet për të shkruar poezi me idenë që do shkruaj poezi sepse po më pëlqen kjo ndjesi në vitin 2023. Në fundit frymëzimi duhet të dalë kështu pak si papritur, pak si i fshehur, një surprizë e bukur. Ka një poet i cili ju frymëzon? Mund të përmend këtu poet të shkëlqyer shqiptar siç kemi Frederik Kreshpin ose Rita Petron. Ka letërsia botërore, një nga poetët e mi të preferuar është Charles Baudelaire, një përfaqësues i simbolizmit francez. Në fillimet e mia jam frymëzuar më shumë nga tekst shkrues këngësh dhe përmend gjithmonë 2 këngëtarë dhe 2 tekstshkrueset e mia të preferuara, Taylor Swift dhe Lana Del Rey. Në mënyrë që të isha i lirë të shkruaja, nuk mund ta merrja veten aq seriozisht të thosha unë do shkruaj si Baudelaire tani ose si Frederik Kreshpja ose si Ilir Belliu ose si Rita Petro. Me projekte të reja në proces dhe me një përkushtim të vazhdueshëm ndaj letërsisë, Antonio Babliku synon të ndërtojë një karrierë të suksesshme si shkrimtar, duke sjellë zëra dhe rrëfime të reja në letërsinë shqiptare.